إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إن أصدق الكلام كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد jemi te pika 4 çka përfiton I vdekuri, për çka përfiton. Tham pika 4 ishte përfiton nga evlat e tij I vdekuri. Çfarë do vepre që bojnë evlat pasardhës e të vdekurit, shpërblimi I shkon edhe prindve, kuptohet nëse kanë vdek. Pa ju paksu atyne. Vepruze, pra fëmijëve po themi fëmijë nuk kuptohet për dvegjlit, por edhe nëse është burr, është plak, edhe ka pas babë nun, ajo është evladi dikujna, pra çfarë do vepre të bën njeriu derisa të gjallë, çfarë do vepre të mirë që bën njeriu, I shkojnë shpërblimet prindëve të tyre të cilët kanë vdek. Duke u bazu tham në ajetet sura Najm thot Allah subhanahu wa taala afara'ayta alladhi tawalla asha ato I cili e kthen shpinën kthehet, pra ja kthen shpinën Islamit, wa ata qalilan wa akda, jep pak e pastaj e ndërpret, indehu ilmul gajbi fa huwa yara, mos vall ai tek ai është dia për të gajb, dia e fshehtit çka pa dukshmës, e ai e sheat, em lem yunabba bima fi suhufi Musa, ose mos a është informu ai, a nuk është informu ai, a nuk e din ai në fletushkat të Musës, o Ibrahim alladhi wafa, edhe të Ibrahimit I cili ka plotsu gjitha obligimet e tij, ella çka ka shkruajt aty, pra në këto fletush këtë Musës edhe të Ibrahimit, ella tazir waziratun wizra ukhra, në rregull shumë I madh I Allahut subhanahu wa taala, ligji I Allahut që askush nuk ngarkohet me mëkatet e tjetrit, askush nuk e bardh barrin të tërkujt. Wa laysa lil insani illa ma sa'a. Kjo është tash argument ky ajet, edhe njeriu nuk I takon vetëm se atë çka ka fitu, vetëm se për çka është angazhuar, ka dhënë mundin e vet. Vetëm ajo I takon njeriu. Pra në këto u bazohen alimat, edhe në hadith, disa hadithe, po na do t'i përmendëm ato që e përmendëm edhe dersën e kaluam, nga Aisha, Ebu Daudi transmeton nga Aisha radhiyallahu anha, thot se ka ardhur vërtet një grua, edhe po e pyet Aishen, fi hijri yatimun afa akulu min malihi, e kom në përkujdese një jetim, pra është fjala për fëmin e saj. Tash më këtë se këta është djalë, jetim, I vogël, krejt I vogël, a është djala është qik, kryesor fëmija e saj, të cilit fëmi, baba kur ka vdek, I kalon pasuri, pra ka pasuri fëmija. Edhe po e pyet, a më lejohet me hongër tash, me ushqy, krejt me plotsu nevoja, vetëm me ushqy, krejt nevojat të cilat duhet me plotsu, a kom drejt me marr prej pasurisë të fëmijut? Fa qalet, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Aisha po thot, ka thënë I dërguari sallallahu alaihi wasallam, inna min atyab ma akala ar-rajulu min kasbi. Ushqimi më I mirë të cilin e han njeriu është nga ajo që ka fitu vet, nga puna durve të tij. Edhe vazhdon, waladuhu min kasbi. Edhe fëmia e tij është nga pasuria e tij, nga fitimi I tij. Transmetimi tjetër gjithashtu nga Aisha radhiyallahu anha, thot
e ka pyet për nonën e vet, një prej tabinëve, edhe i ka thonë Aisha, waledu rajuli min kasbi min atyabi kasbi fakulu min amwalihim. Waledu rajuli min kasbi min atyabi kasbihi. Fëmia e njeriut është prej fitimit të tij. Pasuria e tij është. Bile min atyabi, prej fitimit më të mirë. Krejt çka ka fituar njeriu, krejt pasurinë çka ka, pasuria më e mirë është fëmia e tij. Fakulu min amwalihim. Hani ushqehuni prej pasurisë së fëmijëve tuaj. Edhe Abdullah ibn Amri radhiyallahu anhu transmeton thot ana rajulan ata an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqal erdni burr te i dërguari alayhis salam edhe tha ja Resulallah inna li malen wa waladan o ti pejgamberi Allahut unë kam pasuri po kam edhe evlat kam fëmijë wa inna walidi yahtaju mali në ndërkohë prindi im baba im merr prej pasurisë time, pra ka nevojë edhe ai për pasurinë time. Çfarë po do të më thon, unë s'kam çka e bëj babës, se duhet fëmijën me këshyr, duhet me kujdes për fëmijë. I ka thonë i dërguari alayhis salam, anta wa maluk li abik. Transmetim tjetër, anta wa maluk li walidik. Ti edhe pasuria jote jeni babës ton. Krejti edhe krejt pasuria jote është babës ton. Inna auladakum min atyabi kasbikum. Fëmia juaj, evlat juaj janë prej fitimit më të mirë, më të pastër të juve. Krejt pasurinë çka ka njeriu, më e mira, pasuria më e mirë është evladi. Fakulu min kasbi auladikum. Hani prej pasurisë së fëmijëve tuaj. Pra po jap këtina, me dije po japon këtij sahabiut se baba jot ka drejt edhe te ki obligim pa lyp baba. Nuk guxon me prit, me lyp valla kom nevojë. Hiç pa lyp duhet me u kujdes evladi për prindin e vet, edhe bile po thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, këto është tekst nga i dërguari sallallahu alaihi wasallam, hadith sahih autentik, se evladi është prej pasurisë njeriut, babës vet, pra rrjedhimisht edhe krejt pasuria çka ka evladi është i takon babës së tij. Dhe në lidhje me këto tash në Nailul Awtar, një prej librave shumë të njohura të Shevkaniut, thot wa hadithu al-babi tadullu ala anna sadaqata min al-waladi talhaqu al-walidain ba'da mawtihima. Prej krejt këtyre haditheve përfundojmë se edhe është argumentohet se sadakaja prej evladit, prej fëmijëve, shkon te prind pas vdekjes së tyre. Edhe palun ata biduni wasiyetin minhuma. Palun ata amanet. Me thonë djalem bone këto, për shpirt tem, hiç pa fol. Çka bon, jep sadaka ose vepra tjera shkojnë te prind. Kuptohet pas vdekjes së tyre. Argument për këto e kem nga kuptimi përgjithshëm i ajetit, thot Shevkaniu, por po vazhdojmë me citu librin e tij, wa an laysa lil insani illa ma sa'a. Njeriu nuk i takon tjetër vetëm se ajo për çka është angazhu, vetëm se nga puna e tij, vetëm se çka ka vepruar ai. Edhe kjo nuk vlen për tjetër kënd vetëm se prej evladit, nëse jep sadaka. Sepse është vërtetu, po aludon këto hadithe na pak marrë çka i citum, Shevkaniu, nga hadithi se evladi i njeriut është prej angazhim, prej veprës së tij, prej punës së tij, prej fitimit të tij. Pra evladi është prej fitimit të tij. Ndërsa tjetër kush nëse bën ndonjë vepër edhe don me adhon ndonjë person i cili ka vdek, atëherë ajo nuk pranohet
prej argumenteve të Kur'anit, edhe prej haditheve, edhe vetëm se ngel përfundon tek ai veprues të ai personi. Pra nuk shkon te i vdekuri, sepse nuk i ka ata prind. Për ata që aludojnë se i shkon, atëherë ata duhet me në ardhë, thot Shefkaniu me argument, i cili argument e vërteton atë thënien e tyre. Tash vazhdon Albani, thot وهذا هو الحق الذي تقضيه القواعد العلمية. Ky është haku, kjo është e vërteta, çka po thot Shefkaniu, pra po thot Albani, të cilën gjë rregullat, dispozitat, bazat e ilmit e vërtetojnë. Edhe ai ajet që u citu më herët, nga kuptimi përgjithshëm, vlen për evladin nëse jep për prind të tyre sadaka, palon ata amanet, palon porosi ata, por ky prej vetës së tij jep, edhe i shkojnë prindve pas vdekjes së tyre, sepse li'annahu min sa'ihi, thot, sepse ajo është prej fitimit të tyre. Qoftë një prind se ka vdek, qoftë e dytë. Çka nuk vlen për jo fëmijët të cilët e kanë. Mirë po, Neveviu përcjell edhe disa tjerë thonë se el ijma, konsenzusi i alimave, se sadakaja shkon te i vdekuri në kuptimin e përgjithshëm, te çdo i vdekur. Edhe pas prind, nuk përkufizon vetëm te evladët e fëmija për prind, por thojnë se shkon te çdo i vdekur, nëse e bën një taj me dhunë për vdekurin. Albani thot, ka dyshim të madh në vërtetësinë e kësaj se konsenzusi në çka aludon në viju edhe tjerë, konsenzusi e ijma i dietarëve alimave është se shkon edhe të tjerët. Për disa arsye, mos më ullo të usul fiqh, edhe për diçka tjetër, shkojmë të arsye tjetër e dyta, thot Albani, shumë kom hulumtu për shumë mesele edhe tjera, për të cilat dikush aludon thot është këtë vendim e kanë të gjithë alimat, me një fjalë janë të gjithë alimat për këtë mesele edhe kanë këtë mendim. Edhe kam gjetë shumë jo me thonë jo të vërteta, ose kam gjetë shumë që nuk është e vërtetë se konsenzusi është, edhe pse dikush aludon për këtë mesele, të gjithë alimat thonë se kjo e ka këtë përgjigje. Por e kom gjetë pas hulumtimeve se për shumë herë që aludojnë këta se ka konsenzus, janë të gjithë alimet një fjale, e vërteta, realiteti është krejt tjetër. Pra nuk është konsenzus, nuk kanë njëjtën fjalë, njëjtën mendim të gjithë alimat. Bile ka raste që medhebi gjumhurit, medhebi i shumicës, është e kundërta nga ajo që ka aludon ai cili thot, pretendon se mendimi i alimave është me konsenzus një fjale janë. Dhe thot Albani, me ju dhonë këtu shembuj konkret që me vërtetu këtë që ka po thëm, na merë shumë hapësirë, por na do të mjaftohemi vetëm me një shembull, që ka e përcjell Neveviu, pro këto e kena pas edhe më herët, që dietarët thot Neveviu, të gjithë dietarët janë mendimit se nuk është e urrejtur me fal namazin e xhenazes në ato kohë të urrejtura të ndaluara. Edhe realiteti është krejt tjetër, diçka se dihet nga selefi se shumica e alimave thonë, pra shumica, se nuk bën me u fal ato, e kena pas këto gjëra gjatë kena fol,
nuk pëlqet me u falë në ato kona të ndaluara. Ndërsa në viu aludon se të gjithë dietarët janë mendimi, jo se nuk janë të gjithë, por shumica e kanë mendimin e kundërt. Disa të tjerë kanë bo krahasim, qiyas, për e kanë marrë qiyas kur vlen prej fëmis për prind, vlen edhe prej tjerëve për tjerët. Edhe thot, huwa qiyasun batilun Albani, thot ky krahasim nuk është me vend, nuk është i vërtet. Për disa arsye. E para, e kundërshton kuptimin e ajetit men tezekka fa innama yatezekka li nafsi. Aludon të ajeti të sure Fatir, ku thot Allah subhanahu wa ta'ala ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدعو مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى. Askush nuk e bart barën e tjetër kujna, gjithsesi askush nuk ngarkohet me mëkatin e tjetër kujt. Dikush po bën mëkat, e tash tjetër kush me u dënu, tjetër kujt me u regjistru, me u shkru ky mëkat, kjo nuk ndodhet tek Allahu. Pra kët Ula tezir wazratun ukhra, fjalët njëjta disa herë përsëritën në disa sure të Kur'anit, pak më herët e citum ishte edhe te sure Najm, tash kjo sure Fatir. Edhe po vazhdon, Allah po thot, "Wa in tadu muthqalatun ila himliha", edhe nëse thret ai, aman i ngarkuari me peshë të madhe, me peshë shumë të rëndë, pra aludohet me mëkate, që dikush me amar tërësisht ose pjesërisht me amar atë bar, ato mëkate, na yuhmel minhu, kur kush nuk e merr me bardh, asgjë prej tyne, ulu kana dha qurba, po dhe nëse ka krejt e afër, edhe nëse e ka prind, po nëse ka evlat, po edhe nëse ka vlla, po edhe nëse ka motër, e për tjertë as që flohet, as që flitet, jo që nuk ja merr, po gjithkush në ato momente ma kritike për njeriun, ma vendimtare për njeriun, se pak sajna vendoset a do tjetë në xhennet, e lusë Allah me në bo prej xhennetlive, ose në xhenem Allah në rujt prej zjarëmi dënimit të xhenemit. Edhe jo se s'ja merr atina, po mundohet vetat me adhun, po se nëse merr diçka, mundohet se vapet veprat e mira me e marr, jo mëkatet me e marr, edhe nëse ka krejt afër. Sepse Allah po thot, "O yawma yafirru al-mar'u min akhihi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani wa likulli imra'in minhum yawma idhin sha'nun yughni." A dit njeriu ik prej vllaut vet, prej nanës vet, prej babës vet, prej gruas vet, prej evladit vet. Likulli nafsin yawma idhin sha'nun yughni. Çdo kush e ka derdh vgalet e veta, unë qysh të japi llogari para Allahut. Unë qysh do të kaloj këtë provim. As kënd nuk e nje aj, as prind nuk nje, as evlat nuk nje. Edhe walau kana dha qurba, nuk ja merr atë bar, po edhe nëse ka krejt të afërm. Innama tundhiru alladhina yakhshawna rabbahum bil ghaib wa qamu s-salah. Me vërtet për kujtimin ton, atë që po ju tërheqë vrejtën te, këtë tërheqjet e vrejtës ta pranojnë vetëm ata të cilët i besojnë Zotit të tyre pa e pa. Edhe u aqamu s-salah, edhe falin namaz. Por disar kena thonë, u aqimu s-salah, u iqametu s-salah, nëse përkthejmë me fal namaz, as përse afërmi nuk ja jep kuptimin, përkthimin e kësaj fjale. O e kamu sala, ata cilët e ndërtojnë, kushtimisht me thonë, e bojnë të qëndrushëm, e bojnë statik, qëndron në kom të veta namazin. Pra, me gjitha ato kushte, me rukne, me farze, me sunete, janë shumë të kujdeshëm ndaj namazit të tyre. Kur njeriu
ndoshta po e marr një shembull krejt banal, mirë po, banjon po e rregullon me keramik. Nëse ato vjet nuk përputhën, ose nuk është e drejtë, po jo banjo, nevojën ki me bo, ama po ma vret synin. Jo me shtërket që ki, prishe, maroj apet. As përse afërmi, shumica për fat keq, nuk e kemi kujdes për namaz, si ku për gjana tjere të dunjallëkut, cilat nuk kanë vlerë absolut. E pra kur thot, wa qamu salah, ja japin hakun namazit. E falin namazin ashtu si duhet, me frik respekt, me kujdes të veçantë, me koncentrim maksimal. Umen të zekka edhe përfundon, pra për këtë e lexuam krejt këtë ajet, këto fund, çka po thot Allahu, umen të zekka fa innama yatazakka li nafsi. Ai cili pastron veten, pra ai cili bën vepra të mira, ai cili pas mëkateve bën istighfar dhe tauba. Krejt ko çka bën për vete ka, li nafsi. Pse edhe përfundon wa ila Allahil masir. Thokë Uthaymin rahimahullah, gjithmonë keni kujdes këshirni përfundimin e ajetit, sepse fundi i ajetit jep kuptimin krejt ajetit. Sepse thot wa ila Allahil masir, tek Allah do të ktheheni. Pra, pasi do të kthehemi tek Allahu, atëherë duhet jemi të kujdesshëm për veprat tona, tek e fundit për vete e kem. Pra, çka duhem për vete e kem? Qoftë e mirë, e mira do të jetë, do të na gjen, qoftë e keqe, e keqja do të na gjen. Edhe ajet e tjera të cilat thot Albani, e demantojnë edhe e bojnë të paqëndrueshëm këtë krahasim, se pasi vlen prej evladit për prind, vlen edhe prej X personi për Y person, edhe pse nuk kanë afërsi, pra nuk janë prind me fëmijë. Argumenti i dytë, ose mesela gjëja e dytë e cila erxon këtë mendim, është se ligjvënësi, pra Allah subhanahu wa taala, e ka bo ligj rregull që fëmia është prej fitimit të prindit. Ato çka e cekëm edhe më herët, te hadithet të cilën transmetoi ke Aisha radhiyallahu anha, edhe Abdullah ibn Amri. Edhe duke bazu në atë ajet, çka e citum disa herë, po edhe ajete tjera, kullu nafsin bima kasabat rahina. Thot Allah në surën Mudaththir, çdo person është peng e fitimit të tij, pra e veprave të tij. Nëse ka punu mirë, do të gjensh problem, nëse ka punu keq, do të gjen dënim. Allahu është i drejtë dhe gjykon me drejtësi absolute. Mos gabot dikujna me shku mendja se Allah bën ndonjë pa drejtësi. Edhe shumë, që tash më kujtu, shumë vetë kam dëgjuar përsërisin, drejtësia më bunar, s'kam e drejtësi, audhu billah kështu me thonë. Nuk e lën Allahu këtë gjithësi, këto krijesa pa drejtësi. Herët avon, drejtësia gjen vendin e vet. Herët avon, ka me triumfu, ka me fitu drejtësia, pa kur far dyshimi. Por ditën e gjykimit sidomos, Allah gjykon me drejtësi absolute. Dënon me drejtësi, ndërsa shpërblen me mëshirë. Se me bo Allah edhe me shpërbly me drejtësi, atëherë askush nuk mundet me hyrë në xhennet. Absolut. Nuk ka mundësi asnjëri të e përfshi gjithë njerëzit. Të e përfshi pejgambert, të e përfshi Muhammedin alayhi salatu wasalam, i cili vetë me gojë vet ka thonë, asune nuk mund të hyjë në xhennet pa rahmetin e Allahut, me veprat e mia. A dim çfarë vepra çka ka buaj? 23 vjet prej moment kur është bo pejgamber, 23 vjet ditë e natë s'ka pushu, tu e thirë në rrugë të Allahut, edhe vetë nikosisht tu e bo shumë ibadete, që ka thonë sahabe, ju s'muni me bo gara me muni ibadete. Ju kanë qa themrat, ju kanë aj, komt prej qëndrimit gjatë në namaz, atë gjatë që ka fa namaz. Me gjithë ato obligime, angazhime që ka i ka pas. Me lufta, me beteja, me udhëheci, me këshilla, me kujdes ndaj krejtve, e angazhum, e preokupum 24 orë në dite. Pa ka flajt.
S'ka pas kohë me flajt. To kujdes për umetin. Edhe kur thu sot dikujna për namaz shkom shumë obligime. A ti ki ma shumë obligime se pejgamberi alayhi salatu wassalam? Udhëhec, kryetar, kryegjykatës, komandant, prind, burr, shok i ngushtë, ai cili kujdeset për krejt umetin, me shumë obligime dhe plus ka gjetë kohë që me bo shumë dhikër, shumë ka bo dhikër dhe shumë me fal namaz dhe shumë ka agjeru. Gjitha këto i bo. I ka bo, nuk ka arsyetim absolutisht. Marrë është me thonë njeriu, valla unë s'kom kohë, kom shumë obligime, shumë angazhime kom, shumë detyra kom. As përsa afërmi, s'mund me ofru pejgamberit alayhis salam sa detyra, sa obligime i ka pas, sa angazhime. Pra po thot Allah, kullu nefsin bima kesebet rehina. Edhe çdo kush është peng i asaj për çka ka punu. Qoftë për mirë, qoftë për keq. Ose ajeti në fund të ajeti fundit sura Al-Baqara, la yukellifu Allahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alayha ma iktasabet. Allah nuk e ngarkon njeriu ma tepër se çka mundet me bajt, edhe njeriu t'i takon ato çka ka fitu. Nëse ka fitu të mirat, ka është problem, nëse ka bo vepra të këqija, ka dënim. Hafidh Ibn Kathiri, rahimullah, dietar alame shumë i madh, në tefsirin e tij të njohur, për ajetin ma herët që ka citum, on lejse lil insani illa ma sa'a, njeriut nuk i takon tjetër vetëm se çka ka fitu. Dhe gjërë me vëmendje Allah, shumë fjalë madhështore, po thot Ibn Kathiri. Shumë logjik shumë e ka fillu. Kema la yuhmalu alayhi wizru gajrihi, kedhalike la yahsulu min al-ajr illa ma kasaba huwa li nafsihi. Ashtu qysh nuk bartën mëkatet të tërkujna të tërkush, ashtu edhe veprat e mira të tërkujna nuk shkojnë të tërkush. Qysh me thonë veprat e mira shkojnë, e mëkatet jo. Nëse shkojnë veprat e mira, atë edhe mëkatet shkojnë. Nëse unë ja boj hedije, me njetë pëjboj këtë vepër të mirë për filanin, atër po e boj dhe këtë vepër të keqe për filanin, le të ngarkota, a kjo s'bon, nëse s'bon kjo, asa jo nuk bon. Këtë logjik për në ato t'i Ibn Kathir, rahimullah. Edhe prej këti ajeti, fisnik thot Ibn Kathiri, Shafiu, rahimullah, argumenton, edhe ata cilt shkojnë pas mendimit të Shafis, nuk arrin hedia dhurata se vapi e hedijes të i vdekuri, sepse nuk është prej veprës të vdekurit, nuk është prej fitimit të tij. Për këtë shkak thot Ibn Kathiri, nuk na ka nxit i dërguari alayhi salatu selam, nuk e ka nxit, nuk e ka udhëzu, nuk e ka këshillu umetin e vet. As nuk e ka dhënë vullnet që me bë këtë. Edhe nuk i ka udhëzu wala arshadum ilayhi bi nasin wala imain. As me argument, me tekst, me fjalë, po as me isharet. Edhe nuk transmetohet ولم ينقل ذلك عن أحد من الصحابة. As nuk transmetohet prej asnjë sahabiut radhiyallahu anhu ardahum. Që kanë bërë kështu diçka. Ulu kana khairan lasabaquna ilayhi. Po të kishte qenë hajër e mirë diçka, ata para neve kishin marrë këtë hajër. O babul qurubati yuktasaru fihi ala nusus. Dera e afrimit tek Allah e sevapeve kufizohet me argument, tekst, qoftë ajet, qoftë hadith. Edhe nuk mund të argumentohet me mendime të njerëzve ose me krahasime. Një prej alimave të mëdhej të kohës pak më të vonshme, El-Izz ibn Abdussalam, cili të kantonet Izzuddin, krenaria e fesë, i cili ka lind në Damask vitin 577 Hijri, ka vdek në Kairo vitin 660. Edhe po thot,
Men fa'ale ta'atan lillahi ta'ala, ai I cili bën ndonjë vepër të mirë për Allahun, I për ulet Allahut, thumë ehda thawaba, edhe I bën hedije pastaj sevapin atyre veprave, qoftë ila hayyin aw mayitin, qoftë të gjallit personit tjetër, qoftë të vdekurit, lem yuntaqal thawabuha ilay, nuk shkojnë ato sevapet ai personit tjetër, qoftë I gjallë, qoftë I vdekur. Pse? Sepse thot Allah po thot në Kur'an, pra të njëjtin ajet e përsëri e citon, lejse lil insani illa ma sa'a, njeriut nuk I takon vetëm se ajo çka ka fitu, vetëm se puna e nga puna e tij. Fa in shara'a fi ta'ati nawiyan an yaqa anil mayyit lam yaqa anhu, nëse e bën me niyet që ibadetin e tij me adhon të I vdekurit, nuk do të shon të I vdekurit, vetëm se çka ka bo përjashtim sheriati, sadakaja, agjerimi edhe haxhi. Ajo çka ka po vazhdon, Izzuddin, Al-Izz Abdussalam, ajo çka ka përmend Ibn Kathiri për Shafiun, rahimehullah, kjo është fjalë, mendim I shumicës së dietarëve të Hanefive. Pika 3 me të cilën erxon këtë mendim të krahasimit, pra krahasimi ishte pasi që bën evladi bën vepra të mira dhe shkojnë prindve, atëherë me këtë krahasim bën edhe të jo prindi që shkon vepra e mirë. Atëherë, pra, thot, të kishte qenë e vërtet kjo, atëherë e pëlqyeshme kishte me qenë me dhonë hedije sevapet, shpërblimet të vdekurve. Të kishte qenë kjo e vërtet, atëherë le u kane kedhalike le fa'alehu selef, atëherë e këshim bo selefi ata të parë tonë të mirë, tu e fillu prej sahabëve, tabinëve, sepse ata kanë qenë shumë ma të kujdesshëm, shumë ma të vëmendshëm të veprat e mira, pa kur farë dyshimi, në nuk mund të krahasohemi me ata. Pasi që ata nuk e kanë bo, ashtu qysh Nacek Ibn Kathiri, atëherë argumentuame se ky kias, ky krahasim nuk është me vend, nuk është I vërtet. Edhe, si thot edhe Ibn Taymija rahimahullah, në librin e tij El-Ikhtiyarat El-Ilmiyya, ولم يكن من عادة السلف إذا صلوا تطوعا أو صاموا تطوعا أو حجوا تطوعا أو قرأوا القرآن يهدون ثواب ذلك إلى أموات المسلمين فلا ينبغي العدول عن طريق السلف فإنه أفضل وأكمل. Shumë shkurt, po thot Ibn Taymija. Nuk ka qenë princip I selefit që nëse kanë falë namaz vullnetar, ose agjerim vullnetar, ose haqë vullnetar, ose kanë lexuar Kur'an, që me bo hedije shpërblimin e këtyre veprave muslimanëve të vdekur. Edhe na nuk na lejohet të neve me marë tjetër rrugë nga kjo rruga e selefit, sepse kjo është ma e plot edhe ma e mira. Edhe e cek, edhe një rast për të krahasimit, Albani rahimullah e merr këto po e ceku, po e potencoj haxhin, për fat keq u përhap shumë, edhe ashtu tash po mbretnon një farë mendimi se unë nuk shkoj në haxh, gjitha kushtet I ka, edhe materiale dhe shëndetësore. Pse? Sepse shkon dikush bedel për mu kur vdes. Nuk ka bedel për atë I cili ka pas mundësi, thot Albani, me shku në haxh e nuk ka shku 100 vetë le të shkojnë. Ai nuk ka haxh, absolutisht nuk I pranohet. Nuk ka pas kur far pengese, nuk ka pas kur far arsye për mos me shku në haxh. Por nuk ka shku,
se s'u na dert hiç, se ka pas atë gale hiç, as që ka shku mendja për hax, edhe tash pastaj evlat e tij e çojnë dikon në bedel, e gabim më i madh është tek ata të cilët shkojnë në bedel, jo ata pa fsharin. A u koni smut? Jo. A u koni varfur? Jo. Mundet njeri ka qenë i varfur, i ka kajt zemra me shku në hax, por ka qenë i varfur, s'ka mujt me shku, e djemët e ti ose qikat e ti jon pasuru, për kështu bën. A ka qenë i pasur, nuk ka pas kur far pengese, nuk ka pas kur far arsye mos me shku, thot Albani, për ato nuk ka hax, sikurse çka nuk ka as namaz me fal për ato cili so fal, e kështu me radh, ata cilët nuk i bojnë veprat, obligimet e tyre nuk i kryjnë pa arsye, për ata nuk vlen që pasazhet e tyre ose dikush tjetër me kry ato vepra edhe me thonë nëmën ti po e boj. Kjo absolutisht nuk pranohet. Tu kisha me cek edhe një diçka që ka u përhap të hapja bunareve, edhe e hapin bunaret nëmën dikuj tjetër. Edhe kjo, tu e bazu në këtë ajet, wa an laysa lil insani illa ma sa'a. Njeriut nuk i takon vetëm sa jo, vetëm fitimi i tij. Vetëm se për ato që ka është angazhu, që ka punu aj vetë. Bunari i shkojnë sevapet prej evladit të vetë, jo prej tjetër kujna. Sepse dhe këto të cekum edhe këtë hadith, pasi që të evladi, nështë është ma heret, Muslimi transmeton, Abu Davud e tjerë transmetojnë, Tirmidhiu e tjerë, nga Ebu Hurejra thot, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, in qata amal ibni Adem idha mat illa min thalathatin. Ndërpriten veprat e birit Ademit, pra të njeriut, ka transmetimi ma idha mat el insan in qata anhu amaluh illa min thalathatin. Kur vdes njeriu, ndërpriten shpërblimet veprat përveç në 3 raste. Illa min sadakatin gjarje, lemosha rrjedhse, pra këtu ta shyn edhe bunari, çka të bën njeriu derisa ka qenë gjallë. Sepse prap po kthehemi te ajeti, ky bazë kem këtë ajet. Laysa lil insani illa ma sa'a. Njeriu ti takon vetëm ajo prej fitimit vet. Ai çka ka fitu, ai çka ka punu, jo dikush tjetër. Pra ka qenë gjallë, derisa ka qenë gjallë, ka marru një qeshme, ka hap një bunar, ose ka kuptuat me pagu, ose ndo një rrugë, ose në xhami, diçka që ka përfitojnë njerëzit. Edhe pas vdekjes së tij, konkretisht e cekën bunarin, derisa të pin do një gjallës ujë për ati bunari, i shkojnë sevapet e tij, sevapet tek ai i cili ka hapat bunar edhe nëse ka vdek. E kam pyetur për kafsh, po ka thonë sahabet, pejgamberi sallallahu ka thonë po, çdo gjallës e cila ka mushkni, i shkojnë sevapet prej atij ujit të cilin e pin. E ai nuk e ka marru, po kur ka vdek dikush tjetër ka marru. Ai nuk ka sevap. Kur përfiton ai nëse evlat e tij e hapin bunarin, jo tjetër kush. I patëm argumentet të këtu, për shkak e ceka se gabim është prej disa vllaznive, të cilët ngutën edhe kur vdes dikush, të bojnë pare me aqel bunarin. Jo, ti ba dihave bën ato, se vapit nuk i shkojnë atina, absolut. E patëm ajetin edhe hadithet. Por, se vapi shkon nëse evlat e tij hapin bunarin, ose nëse ai ka hap, derisa ka qenë gjallë. Pas vdekjes, vetëm për evlatet e tij, jo prej tjetër kujna. Po kthehemi te hadithi, pra në 3 raste, edhe nëse ka vdek, aludohet se këto gjithkush e din, është fetar, s'është fetar, se i kem 2 melaqe, çdo njeri prej neve, një melaqe në krahun e djathtë, i cili i regjistron veprat e mira, e lut Allahun që sa më tepër me angazhu këtë melaqe, edhe melaqja tjetër në krahun e majt, e cila melaqe e regjistron veprat e këqija, e lut Allahun që sa më pak me angazhu këtë melaqe. Edhe kur vdes njeriu, pra i mbyllet ky libër me përjashtim 3 personave, në 3 raste, 3 personave. Pra i pare ke, ai cili lën pas vetes
sadakatun jarje, sadaka lëmosh rrjedhse. I dyti, ilmu yuntafa bih, kalon një dituri, një ilm, për i cilit përfitojnë njerëzit. Ktu është qëllimi të dia fetare. I mëson njerëzit, i ka mësu njerëzit, kalon ligjërata, kalon libra, njerëzit përfitojnë të e mësu dispozitat fetare, të e mësu fen prej veprave të tij, atina i shkruhen sevapet, shpërblimet edhe pas vdekjes së tij. Edhe i treti ose grupi i tretë, waladun salihun yad'u leh, evlad i hajrit i cili bën dua për prindin e vet, i cili ka vdek. Qoftë njëri, qoftë e dytë. Këtu tash sa mirë kanë cek disa alima, nëse ti bën dua për prindin i cili kanë vdek, po regjistrohesh te grupi i fëmijëve të mirë, njerëzve të mirë. Waladun salih, pra yad'u leh, waladun salihun yad'u evlad i hajrit, evlad i mirë bën dua. Por nëse po bën dua, atëherë po thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ti je evlad i hajrit, ti je evlad i mirë. Për ndryshe, nëse nuk bën dua, atëherë nuk je evlad i mirë. Pra edhe për veti po përfiton, se po regjistrohesh në grupin e të mirëve, në grupin atyre të cilët janë hajrli, janë të dobishëm. Edhe duhet bazu në këto, po kthehen atë bunari, pra waladun salihun yad'u leh, ose i pari është sadakatun jarje, por kjo nëse derisa ka qenë vetë gjallë e ka hap bunarin. Ka qenë gjallë, ka vdek, nuk ka hap bunar, atëherë vetëm shkon e treta, waladun salihun yad'u leh, që thojnë alimat, çdo vepër të mirë të cilën e patëm fillim dersit, tu e fillu prej fjalëve të Shevkaniut rahimullah, çdo vepër të mirë të cilën e bën njeriu, sa fiton ai, pa ju paksu, aq i shkojnë edhe prindve pas vdekjes së tyre. Wallahu ta'ala alim, sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.